Jemi rikthyer dëgjues dashur të Radio Gazini dhe është kënaqësi që këtu prezenta kam drejtorin e kombëtarëve, përndryshe është edhe si zëvendës sekretari i përgjithshëm i Federatës së Basketbollit të Kosovës, Adriatik Raci. Tiki, mirë se erdhe sërish në emisionin Pasdita Sportive. Mirë se u gjeta, mirë faleminderit për ftesën. Kënaqësi që të mund të jetë. Është kënaqësi kur të kemë, sidomos jemi në një farë lloj vrulli të shumë ngjarjeve që realisht po ndodhin në basketbollin kosovar. Me thonë drejtën, realisht në opinion publik zakonisht diskutohet shumë gjatë sinorit rregull të ligave tona të meshkujve dhe të femrave, po te Federata e Basketbollit të Kosovës gjithmonë pas këtyre aktiviteteve fillon ajo puna më e madhe, do të thotë siç e dini edhe ju, këtë vit i kemi pas përfaqësim me 7 kombëtare në kampionate evropiane dhe në ndeshje kualifikuese, shto këtu edhe kombëtarët 3x3 eventit që e kemi organizuar në Prishtinë, do të thotë gjithsej kanë qenë 8 kombëtare të ndryshme, të cilat kanë zhvilluar aktivitet diku, nëse nuk gabohem, nga mesi muajit maj dhe vazhdojnë akoma edhe sot kur ne do të po flasim. Është interesant që pikërisht në kohën e pushimeve ju keni thënë se agjendën më të ngarkuar se edhe kur fillojnë ligat. Agenda ka qenë të ngarkuar, është viti jam i 5 në federat që merre me ekipet kombëtare, do të thotë, po këtë vit ka qellu ashtu rastësia që pak a shumë gjitha kombëtarët ta kenë këtë fazën përgatitore në të njëjtën kohë. Hiç këto 2 kombëtare, 18 mashkull dhe femra, të cilat kanë filluar diku, nëse nuk gaboj, 15 ditë më vonë. Gjitha kombëtarët tjera i kanë filluar përgatitjet aty nga fillimi i muajit qershor dhe kanë vazhduar nga mesi muajit qershor, do të thotë ka qenë një agjendë shumë e ngjeshur, duke e ditë që problemi i infrastrukturës vazhdon të jetë, do të thotë sidomos në Prishtinë, sepse sallat janë shumë ngarkume, do të thotë kemi has shumë probleme për me gjetë sallat të lira për me stërvit rregullisht, ndërsa kombëtaren e meshkujve e kemi dërguar në Prizren për përgatitje, njësoj kemi vepruar edhe me kombëtaren U16 vajzave, vetëm për shkak të logjistikës, do të thotë për të pas hapësirë më shumë edhe për të pas kushte më të mira për përgatitje. Po do mund dalë pak a shumë tek pjesa e gjeneratave të reja, që realisht ka pasur pak a shumë edhe kritika për mënyrën se si po e përfaqësoi Kosovën për shkak të rezultateve jo as mira, sidomos tek U20, ku herën e kaluar ka pasur rezultate të mira kësaj radhe, tashmë po lufton thjesht për pozitën e 17, meqense e mposhti edhe kombëtaren e Shqipërisë në basketboll. Realisht çka është ndodhur tek? Po pritet një farë progresi, kurse në opinion po ka shumë kritika. Do të merren parasysh rezultatet gjithherë apo absolutisht, do të thotë kritikat janë gjithmonë mirëseardhëna dhe unë besoj se janë me vend, mirë po ja kemi me bërgjë publikut t'ja shpjegojmë që pikërisht për kombëtaren U20 që po flasim, do të thotë këtë vit ka pasur ndryshime drastike në gjeneratën e saj. Vitin e kaluar kemi pas 3-4 lojtarë cilët vetë se i kanë pas 4 ose 5 kampionate evropiane zhvilluar, po flas këtu ekskluzivisht për 2 lojtarët ndër më të mirë që kanë qenë, për lojtarin Jon Ismaili dhe Ronda Syla, ndërsa këtë vit kanë ardhur disa lojtarë, nëse nuk gabohem 5 lojtarë nga ata, është hera e parë që paraqiten në këtë nivel të garës, edhe normalisht se niveli i tyre nuk është siç ka qenë vitin e kaluar. Mu më ka ngel merak më shumë do të ndeshja e parë ndaj kombëtarës Shqipëros, sepse besoj që atë ndeshje është dashur ta fitojmë me patjetër. Njësoj kundër Armenisë kemi fituar dhe kemi shpresuar që nga 3 ndeshje tjera në grup që të tentojmë të marrim ndonjë fitore. Gjithmonë do të thotë këto janë nga analizat paraprake që i kemi bërë, duke bërë krahasimin e gjeneratës që kemi dhe normalisht nga skautimet që janë bërë për kundërshtarët. Qëllimi jonë ka qenë këtë vit, do të thotë nëse nuk mund ta përsëritim suksesin e vitit kaluar, do të thotë të rangohemi aty nga pozita 12 deri në 16, mirë po me humbjen ndaj kombëtarës së Shqipëros, ky rast na ka ikë dhe jemi këtu ku jemi, do të thotë është mirë që sot kemi shënuar fitore ndaj kombëtarës së Shqipërisë. Do të shohim tash edhe në ndeshjen e nesërme ndaj Estonisë, nëse fitojmë atë do të jemi definitivisht në pozitën e 17. Nuk është rezultati i duhur, mirë po duhet jemi realist më shumë se sa optimist.
unë mendoj edhe jam shumë i bindum që nëse i shohim në fund ditës ky ka qenë kapaciteti i kësaj kombëtare. Po te kombëtari çka ndodhi? Çka ndodhi realisht sepse duhet ditur që në fakt është pritë edhe në opinion që Kosova thuaj se do t'i poshtë të dyat, si Slovakia po ashtu edhe kombëtarin e Shqipërisë. Çka po ndodh? Pse s'po ka progres realisht në pjesën e afrimeve të reja? Apo ka pas kritika për mënyrën e lojtarëve të naturalizuar? Pse s'po kemi qendër, por po kemi playmaker ku numri pak më shumë është tek lojtarët playmaker në vendin tonë. Besmer, me thonë drejtën, çështjen e lojtarëve të naturalizuar dhe do të thotë listës apo rostrit të skuadrës është gjithmonë drejt ekskluzive e kryetrajnerit dhe ndihmëtrajnerëve që janë aty. Do të thotë ata vendosin se cilë lojtar duan ta ftojnë, edhe normalisht unë si përgjegjës për dërgimin e këtyre ftesave unë e marr listën nga trajnerët dhe i ftoj gjithë lojtarët normalisht si gjithmonë, sipas rregullave i ftojmë një muaj më herët, i njoftojmë me gjithë itinerarin që na pret për ato përgatitje. Tash të kthehemi te rezultatet. E kuptoj plotësisht që kanë qenë rezultate dëshpëruese. Ndeshja ndaj Shqipërisë mendoj që është ka pas qasje të gabuar sepse kemi marrë për bazë, e kam ndjenjen që kemi marrë për bazë rezultatin e ndeshjes parë dhe jemi fudi si të relaksum në këtë ndeshje. Edhe ashtu ka ndodhur. Do të thotë ndeshja ka pas asi lloj rrjedhe sa që kemi shkuar deri në minutat e fundit dhe në fund e kemi kuptuar që kështu ndodh atëherë sa herë që nënçmohet një kundërshtar dhe na ka kushtuar me humbje. Kjo humbje ka qenë shumë e rëndë sepse ne paraprakisht pjesë të planeve tona kemi pas që të kuorim fitore këtu dhe të shkojmë në Slovaki, të tentojmë ta fitojmë edhe atë ndeshje, edhe pse nuk kemi qenë direkt varur nga ne. Edhe sikur të fitonim ndeshjen në Slovaki, është dashur të fitojmë minimalisht me 5-16 pikë diferencë, sepse në nëntor Norvegjia kanë poshtë Bullgarin ka shkaktuar një befasi dhe në ndeshje ndaj Armenisë ata kanë pas kosh diferencë shumë të madhe dhe ka qenë e pamundur që të kalojmë nga pozita e dytë. Se u mbyll çështja me humbin e Kosovës ndaj Shqipërisë. Ashtu është, do të thotë në momentin që kemi hub ndaj kombëtarëve të Shqipërisë, do të thotë gjasat për kalim tutje kanë qenë minimale, do të thotë nuk ka pas asnjë matematik aty dhe mobilizimi edhe qëllimi i ndeshjes ndaj Slovakisë ka qenë që të shkojmë ta dëshmojmë që ndeshja ndaj Shqipërisë ka qenë një natë e keqe për neve fatkeqësisht dhe po besoj që paraqitja ndaj kombëtarëve Slovakisë ka qenë shumë më e mirë, ka qenë do të thotë ne kemi pasur ndeshjen pothuajse të fituar, mirë po ndonjëherë fati në sport të tradhton edhe kemi hupat ndeshje, e cila për nga rezultati sportiv nuk është se ka pas ndonjë peshë të madhe, mirë po gjithmonë sport luhet për të fituar dhe normalisht fitoria në këtë ndeshje do të ishte shumë më e mirë se sa humbja me një shut fundit pranuar në sekondat e fundit ndeshjes. Po me një tresh që u mbyll loja edhe pse ishte shumë pranë që Kosova të marrte fitore ndaj Slovakisë. U kriju një farë lloj, si më thoni, farë lloj vurbulle që realisht s'po di çka po ndodh. Drita nuk mund të luaj në Super League për shkak të pjesës së palestrës, gjë që është njoftuar dhe publikisht nga vetë skuadra. Çka mbetet? Kush pritet të jetë pjesë e Super Ligës për edicion e Rigarus vllaznimi apo Proton Cable Prizreni? Drita si që keni po, do të thotë ata edhe paraprakisht kanë informuar federatën, mirë po atë ditën e njëjtë nëse nuk gaboj dikur mbrëmje edhe përmes rrjeteve sociale ata i kanë dalë publikisht me gjendjen e tyre aktuale dhe mos pamundësinë e sigurimit të një palestre normale për të zhvilluar ndeshjet e Prokredit Superligës, do të thotë KB Drita qysh nga fitimi i drejtës për të garuar në Superligë ka qenë njoftuar që nëse në qoftë se e fiton ligën e parë, do të thotë asgjë nuk është e garantuar sepse garimi në Prokredit Superligë do të thotë nënshtrimi i disa etapave për licencim, e njëra prej tyre është do të thotë sigurimi një palestre e cila i përmbush gjitha kushtet për zhvillimin e ndeshjeve normale. S'keni faja asgjë pas Drita. Absolutisht, në këtë rast nëse
nëse pytem për mendimin tim personal, mu vjen shumë keq sepse për mu ka qenë kënaqësi ta shoh një klub sikurse KB Drita pas disa viteve të kthehet në Superligën e Kosovës, edhe në një farë mënyrë kjo edhe nga ona gjeografike të zgjerohet Superliga e Kosovës, duke e ditë që ka një kohë gjatë që edhe KB Drita edhe Ferizoj do të thotë nuk ka qenë të inkuadruar në Superligë. Sa i përket pyetjes suaj për inkuadrimin e vllazimit apo Proton Cable Prizrenit, me aq sa kam informata do të thotë rregullorja ekziston, megjithëse do të shpallet një ftesë speciale apo wild card e cila gjithmonë ka ndodhur ashtu, edhe klubi që plotson kushtet, të gjitha kushtet e parashtruara nga federata, ata do ta marrin të drejtën për t'u inkuadruar. Nuk do të thotë këtu që po flasim vetëm për vllaznimin e Proton Cable Prizren, mendoj që do të ketë klube tjera në qoftë se ka, të cilat do të shfaqin interesimin e tyre edhe do të aplikojnë. Nuk do të jetë ndonjë ftesë direkte ndaj një klubi apo një tjetër, mirë po kur hapet wild card do të thotë ajo hapet për të gjithë të interesuarit edhe ata që plotësojnë kushtet do të inkuadrohen. Që momentalisht po kuptohet pak a shumë që vllazimi mund të jetë një prej tyre. Realisht, nëse shohim këto organizimin e brendshëm të klubeve në vitet e fundit, do të thotë KB Vllaznimi ka pas një organizim solid, edhe shumë të mirë, ka qenë një prej klubeve që i ka shtu jeshin në Superligës Kosovës, mirë po dhe Proton Cable Prizreni vazhdimisht ka shfaq dëshirën e tyre për t'u inkuadruar në Superligë, qoftë ajo edhe përmes kërkesa për zgjerimin e ligës, edhe po besoj që edhe ata do të tentojnë ta bëjnë më të mirën për t'i plotësuar gjitha kushtet. Një pyetje tjetër, Superkupa, ndryshimi i Superkupës kësaj radhe, a është një trutash me zyrtarisht nga Federata e Basketbollit të Kosovës, do të jetë pra vetëm me fituesin e kupës dhe fituesin pra titullit kampion. Pse realisht ka ndodhur ky ndryshim? Realisht ky ndryshimi i mëhershëm ka ndodhur gjatë kohës së pandemisë. Në atë kohë Bordi i Federatës Basketbollit ka vendosur që turneun e Superkupës ta zhvillojë në formë të Final 8, e cila ka shërbyer si një lloj mini turnamenti para fillimit të edicionit. Këtë vit, edhe vitin e kaluar, do të thotë mes diskutimeve të bordit është vendosur që Superkupa të zhvillohet vetëm në një ndeshje, do të thotë nëse ka fitues ndryshëm të kampionit dhe fituesit kupës, atëherë ata do ndeshen në mesveti. Nëse jo, atëherë do të ndeshen të dy finalistët e kupës, që në këtë rast janë Trepça dhe Bashkimi. Po. Edhe mendoj që është një gjë e mirë për të zhvilluar vetëm një ndeshje. Mendoj që për klubet, për shumicën e klubeve, ky lloj turnamenti më herët ka qenë i ngarkuar, dhe mendoj që klubet të cilat nuk kanë qenë pjesë e garës së ngushtë të kupës apo kampionatit, është më mirë të fokusohen të përgatitjet e tyre për edicionin e ri, dhe nëse arrin të shkojnë në finale apo të fitojnë, pastaj në vitin pasues ata do të jenë aty pjesëmarrës. Kur do të filloj Superliga? Atëherë vendimet vetë që janë bërë publike, Superkupa e Kosovës pritet të zhvillohet me datën 15 shtator, dhe Superliga fillon me njëherë në vikendin e radhës në datat 19 dhe 20. 19 dhe 20 shtator. Një tjetër që është shtuar pak si temë, ka të bëjë me pagesën e gjyqtarëve. Pra do t'i kaloj klubeve apo është vetëm Jo, nuk do t'i kaloj klubeve asnjëherë sepse ka pasur raportime pikërisht për këtë. Që mirë është me na i qartësu pak më shumë. Ka spekulime të ndryshme, mirë po nuk ka pas asnjëherë asnjë lloj diskutimi do të thotë që klubet do të jenë përgjegjës për pagesën e gjyqtarëve. Ka diskutime edhe me siguri që do të vendoset një lloj pagese apo kotizimi për klubet e Superligës, të përkëdit Superligës, që do të duhet ta bëjnë për të marrë licencën e garimit në përkëdit Superligën e Kosovës, gjithmonë duke pas parasysh shpenzimet e shumta që federata i ka, apo investimet e shumta që i ka federata në organizimin e kësaj lige. Do të thotë, siç e dini edhe ju, federata deri me tash ka pasur mbi si për gjitha segmentet e organizimit të ligës, do të thotë përfshirë këtu edhe pagesat e referve, përfshirë këtu edhe produksionet e transmetimit, përfshirë këtu edhe vendosjen e reklamave LED e kështu me radhë. Një pyetje të fundit në lidhje pak a shumë me pjesën e gjeneratave të reja.
Keni vendosur gjoba ndaj 2 skuadrave ka të bëj në lidhje me pjesën e krijimit të grup moshave të reja që si kanë plotësuar kushtet? Besmer, do të thotë vitin e kaluar para fillimit të edicionit është marrë vendim në bordin e Federatës Basketbollit të Kosovës që klubet e prokurorit Superligës Kosovës duhet t'i kenë 5 gjeneratat paraqitura. Kjo gjithmonë duke pas parasysh punën e vogël që bëhet apo investimet e vogla që bëhen te gjeneratat e reja. Që ka qenë para shumë një shumë që duhet t'ja ndohet vetë klubet, 10% apo? Ajo ka qenë ka fillu vitin e kaluar si iniciativë, padyshim se do të vazhdojë edhe këtë edicion. Mirë, po krahas kësaj, klubet kanë qenë të obliguara të paraqesin 5 gjenerata për garim. Do të thotë duke filluar nga grup mosha 18, 16, 14 deri te grup mosha U10. Në rastet që ju po i cekni, do të thotë KB-bora dhe KB-ja kanë paraqitur në fillimin e edicionit, mirë po gjatë zhvillimit të edicionit i kanë tërhequr, KB-ja ka tërhequr 2 gjenerata, ndërsa KB-bora ka tërhequr 1 gjenerat, dhe kështu automatikisht do të thotë janë shqiptuar gjoba të cilat janë përcaktuar më herët nga bordi i Federatës Basketbollit Kosovës dhe klubet kanë qenë të informuara do të thotë para fillimit të edicionit për këtë vendim. Një pyetje të fundme që do të më kthi pak mbrapa, në lidhje pikërisht me atë pjesën që përmenda Vllazimi apo për të Kebëll Prizreni. Superliga si vjet me 8 ekipe apo me 7? Nëse pyetni për opinion personal, unë them gjithmonë që duhet të jenë 8 ekipe, sepse Superliga me 7 ekipe nuk shërben askujt, duke ditë se çdo vikend një ekip do të pauzoj, edhe marr parasysh investimet edhe nivelin e disa skuadrave në Kosovë, do të thotë atyre më së paku i shërben që gjatë edicionit të kalojë një vikend pa zhvilluar ndeshje. Unë shpresoj shumë që Superliga do të kompletohet me 8 ekipe, unë shpresoj shumë që cili do që inkuadrohet arrit të krijoj ekip kompetitive dhe të jetë are fort për kundërshtar, do të thotë mos të jetë vetëm pjesëmarrës. Unë gjithmonë këto 2-3 vjet e fundit i ka marrë si shembull KB Vllaznimin që nga inkuadrimi dhe pastaj edhe KB Borën që nga inkuadrimi që kanë ardhur, janë futur Superligë dhe nuk kanë ardhur aty vetëm sa për çem pjesëmarrës, mirë po kanë investuar, kanë ngrit nivelin dhe kanë qenë ekip konkurruese me të gjitha. Kështu që pritet edhe si vjet realisht me qenë 8 ekipe, edhe shpresoj që ju me qenë numri më i pak, sepse do të ishte për me. Unë jam i bindur që do të bëhet çmos të gjendet mënyra do të inkuadrohen 8 ekipe. Normalisht në fund të fundit do të jetë vendimi i klubeve të interesuara për të inkuadruar, po marr parasysh rrjedhën e deri tanishme, do të thotë interesimin, investimet e tyre dhe ngritjen e nivelit që e kanë pasur. Ne besoj shumë që klubet interesuara do të aplikojnë edhe do të marrin vendimin përfundimtar i cili është gjithmonë nga bordi i Federatës Basketbollit pas shqyrtimit të gjitha kërkesave të cilat veç se ju dërgohen atyre. Adriatik Raci, pra zëvendës sekretari i përgjithshëm i Federatës së Basketbollit të Kosovës, një herë po ashtu drejtori kombëtarëve të Kosovës në basketboll, ishte kënaqësi që të kishim në studio. Kënaqësi si gjithmonë, faleminderit. Atëherë dëgjues dashur, ne do të shkëputemi për pak çaste me muzikë, më pas do të rikthehemi me temën e cila do të jetë Ameriton Lionel Messi ta fitoj topin e art në rast se fiton kupën e botës. Shkojna me Bad Bunny, më pas rikthehemi sërish. Qëndroni me ne.